Kam kaq kohë që kam dashur ta bëj këtë temë. Dhe shumë përpara serialit të Netflixit Adoleshenca, që tronditi mbar botën. E kam prekur dikur gjatë një rubrike që kisha te Diela Shqiptare. Më pas u nxita sërish të bëja diçka kur në 2023-shin mësoj rastësisht nga një shef komisariati që krimet tek meshkujt adoleshent ishin rritur si kurrë më parë. Akoma më shumë kam dashur ta bëj këtë temë kur të gjitha ne gratë, bashkë me mua, u përfshim kokë e këmbë në një uragan feminist, do thoja, ku bashkë me të mirat që solli lëvizja, pothuajse asgjësuam rëndësinë e figurës mashkullore. E për çfarë na duhen meshkujt? Kjo u kthye në refren dhe shaka universale në rrjetet sociale. Sot po shkollohemi më mirë se ata, po fitojmë dhe po paguajmë kredit vet, madje dhe po lindim vet, mjaftojmë të shkojmë tek banka e dur e spermës. Dhe sa herë përsërisim shakan se çfarë na duhen meshkujt, shoqëruar edhe me statistika që po, gratë kanë përparuar shumë. Aq më shumë thellohen ndryshimet mes nesh, dhe aq më shumë shtohet shqetësimi se ky brez i ri meshkuj që po rritet në këtë vend, si po rritet? Apo rritet tashmë me legjenda urbane për burrërin, sa i është koka e familjes? Apo rritet i lirë të jetë i ndjeshëm, të hapet për ndjenjat e tij dhe të kuptojë e mirëkuptojë barazin? Apo po rritet i friksuar se nëse nuk ka mjaftueshëm lek, nuk do të ketë as status, dhe nëse nuk ka status, nuk do të jetë tek ai 1% i meshkujve që bëjnë për vete çdo femër, e do të ngel prapa i padëshiruar. Sonte kjo natë i kushtohet çunave tanë që po rrisim.